Një ditë pasi Avdullah Hoti shpalli kandidaturën për kryetar të LDK-s, kryetari aktual Lumir Abdigjiku ka thënë se partia nuk i friksohet antarësisë së saj, votës e garës së hapur. Tek ka bërë të ditur se ka ftuar delegatët e LDK-s për kuvendin që do të mbohet të shtunën në mesditë. Abdigjiku ka shkruar se nga ky proces do të dalin më të fortë e më të organizuar. LDK-ja nuk është parti që friksohet nga antarësia e vet, as nga vota, as nga gara. Vendimet e saj kemi marrë gjithmonë në kuvend mes njerëzve të vet, hapur me debat dhe pa frikë dhe në fund me shumicë, edhe në kohë shumë më të vështira se kjo. Kështu do të veprojmë sërish këtë të shtunë. Të shtunë mblidhemi për të diskutuar dhe për të vendosur mbi të gjitha çështjet tona me vullnet të lirë dhe me votë të lirë, ashtu siç i takon një partie demokratike që respekton antarësinë e saj dhe asnjë interes tjetër veç saj. Në deklaratën përmes së cilës shpalli kandidaturën për kryetar të LDK-s, Avdullah Hoti u zotua se do të marrë barrën e ringritjes politike dhe organizative të partisë. Por analisti Melazim Koci vlerësoi se pas së shtunës LDK-ja mund të ndahet në dësh, pasi sipas tij nuk sheh mundësi të ndonjë kompromisi. Kandidatura e zotit Hoti e bëri të qartë që brenda LDK-s ekzistojnë dy linja, atë që thash pak më parë, dy fraksione do të thotë. Njëra është evidente që synon mbrojtjen e këtij leadershipi, jo vetëm të postit të zotit Abdigjiku, por të këtij leadershipi, dhe tjetra që kërkon ndryshime. Praktikisht është paralajmërim i një çarje kisha për të thënë. Një çarje të re brenda LDK-s, ashtu si që ka ndodhë në këto 15 vite bukur shpesh brenda kësaj partie. Lidhja Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit ka marrë 126.133 vota, të cilat ja siguruan 15 ulse në kuvend, apo 5 deputet më pak se që pati në legjislaturën e fundit. Pas kësaj, kryetari Abdigjiku ka njoftuar se do të ofrojë dorëheqjen në kuvend dhe më pas do të jenë kuvendarët që do të vendosin nëse do ta pranojnë këtë apo jo, për çka kanë nxitur kritika te disa nga figurat më të njohura të partisë.